Finalisti i edicionit të 5 të Big Brother VIP Albania Robert Sterka i ka folur për jetën e tij dhe kur është larguar 11 vjeç nga Shqipëria për në Angli, gjatë intervistës ai u shpreh se gjërat që ai ka parë, ku përfshin edhe vitin 1997, kanë qenë trauma për jetën e tij. Unë jam rritur në Lezhë, 97-a në Lezhë ka qenë shumë e egër, dhe kemi qenë fëmijë 11 vjeç, dhe unë kam parë shumë gjëra, kemi bërë shumë gjëra që në fakt ato janë traumat e jetës dhe nuk ma krijuan mua pastaj Anglia, afroamerikanët që kemi jetuar në përgetot e Anglisë, unë isha i ndërtuar. Tani, unë po stërvitesha atje me gjithë ato që kemi kaluar dhe për shqiptarët atje, atyre i dridhet qërpiku kur mendojnë se jemi shqiptar, se e din të tërë historinë e Shqipërisë dhe të luftës civile që kemi kaluar në 97-ën, për një 11 vjeçar si puna ime, nuk është e lehtë. Për këtë të jemi të pastër, u shpreh Rogerti. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.